vdesin në këto anë të botës në rajonin e Ballkanit, vëmendje amerikane. Është një hap shumë i rëndësishëm për dhe asnjë përpjekje të vazhdueshme që të gjitha temat që i përmendet më parë të jenë në fokusin e interesimit edhe të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ky ligj, nëse kalon gjitha procedurat, po bën realitet gjitha të përpjekjet tona. Pra thjesht një iniciativë e cila ka për qëllim që të bëjë detyrim ligjor dhe ta shndrojë çështjen e lugimit të Shqipërisë nga një shqetësim politik në një detyrim ligjor amerikan për të mbledhur fakte për Serbinë tërësi, por me efekt veçantë për drejtat e pakicave, e këtu duke e veçuar luginën e Preshevës në veçantë. Këtu është rëndësi që mendoj edhe roli jonë, që të grumbullojmë materiale të rëndësishme, materiale faktografike, të cilat të dëshmojnë sakt për të gjitha ankesat të cilat ne i kemi adresuar atje. Ligji duhet të detyrojë pra detyrimisht State Departmentin, edhe më pastaj ambasadës Shqipërisë për drejtat e njerëzit në Departamentin e Shtetit dhe Byroja për çështje evropiane dhe duhet të angazhohen në grumbullimin e fakteve. Pra, thjesht është një hap shumë i rëndësishëm, një hap cilin ne duhet ta kultivojmë edhe më tutje, të shkojmë përpara, sepse është shumë e qartë, përpjekjet e tona të dialogimit me qeverinë qendrore në Beograd nuk po japin rezultate, ndërkohë që as procesi i antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, që është prit që të relaksojë pozitën e pakicave, nuk është duke dhënë rezultatet e duhura. Ndërkohë, sa i takon mënyrës se si shteti serb po sillet, a ka qenë pikërisht një përshkallëzim i sjelljes së tyre që ka, le të themi, ka nxitur reagimin amerikan, apo ka qenë një punë e pandërprer e faktorit shqiptar në Preshev? Është një punë e vazhdueshme jona që jemi munduar ta mbajmë gjallë këtë temë, qoftë me ambasadat akredituara këtu në Beograd, qoftë me këto vizitat e fundit që po na mundson qeveria e Republikës Kosovës me finansimin, pra duke vizituar Washingtonin në State Department, në Kongres, në Senat, duke takuar kongresmen dhe senator Ndaras, dhe kemi vizituar edhe institucionet evropiane, qoftë në Bruxelles, qoftë në Strasbourg, në Berlin, në Bundestagun Gjerman. Pra thjesht kjo përpjekje që kemi pas vitet e fundit, që ishte më intensive në raport me vitet e kaluara, erdhi deri te kjo shkallë që tani të kemi një iniciativë ligjore e cila mund ta çojë seriozisht përpara çështjeve shqiptare. Ndërkohë sa i takon vendosjes së shërbimit ushtarak të detyrueshëm, pse ka pasur dhe pse ka ngjallur një pakënaqësi kaq të madhe mbi të gjitha, kur thoni që ka ngjall kujtime jo të mira të skaluarës, për cilat e keni fjalën? Ndoshta brezi i ri nuk e ka iden se çfarë ka ndodhur me shqiptarët e Luginës gjatë shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Po, lidhur me këtë temë, unë kam adresuar në parlament një kërkesë për krijimin e një komisioni të veçantë ku lëmtoi rastet e vrasjeve të shqiptarëve, kadetëve shqiptarë në ushtrinë e atëhershme Jugosllave, në vitet 80 dhe fillimin e viteve 90. Fjala është për 135 shqiptarë që ishin në shërbim në armatën e atëhershme popullore të Jugosllavisë dhe që janë vrarë në rrethana të pasqaruara. Ka pasur edhe të vrarë nga lugina e Preshevës. Pra thjesht është një resentiman i cili nuk i bën rehat fëmijët, nuk i bën rehat të prindërit, nëse Serbia do të fillojë të dërgojë shkresa apo ftesa për shërbim ushtarak. Pra, pa u sqaruar kjo temë, për shqiptarët do të jetë vështirë e pranueshme ftesa për të shërbyer në një ushtri të cilën shumë shqiptarë kanë humbur jetën, një ushtri e cila në fakt edhe me retorikën e vet sot sillet armiqësisht ndër shqiptarët duke i trajtuar si terroristë. Pra, është thjesht siguria dhe armja e të hive tanë në këtë pyetje. Prandaj edhe këtë temë është mirë që kongresisti Kej Self e ka parapo edhe në projekt ligjit e tij. Me qenë se po flasim për të ardhmen, zoti Kamberi, dhe cekët pakës pjesën e standardeve të Bashkimit Evropian.